Pse fillon ezani me Allahu Ekber? A ke pyetur ndonjëherë ditë veten? Sepse ezani fillon me shprehjen Allahu Ekber. Allahu është më i madhi dhe nuk fillon me ndonjë shprehje tjetër, si Subhanallah apo Eshedu en la ilaha illallah. E fshita e saj gjendet në këtë ajet të surës Gjumua, ku Allahu i madhëruar thot: O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz ditën e xumas, ecni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjoni hutben, faleni namazin, e lini shit blerjen. Kjo është shumë e dobishme për ju, nëse jeni që e dini. Surja Gjumua 9. Pra, qëllimi i zgjedhjes së kësaj shprehjeje nuk është vetëm të tërheqja e vëmendjes së dëgjuesit, por është edhe të jeti vetëdijshëm se Allahu është më i madh dhe meriton ti përgjigjesh në atë moment, më shumë se çdo gjë që të prekupon nga prekupimet e botës. Nëse je duke mësuar dhe duke përsëritur, dije se Allahu meriton më shumë ti përgjigjesh se sa të vazhdosh leximin. Nëse je duke mbjell apo duke korrur, dije se Allahu është më i madh që ti përgjigjesh se sa të prekupohesh për tokën dhe frytet e saj. Nëse je duke bërë shit blerje, Allahu është më i madh dhe meriton më shumë ti përgjigjesh se sa të merresh me tregti në atë moment, edhe nëse e di se fiton nga ajo tregti. Për këtë arsye, shprehja Allahu Ekber është ajo më e mira që e dëgjojmë derisa jemi gjallë. Sa herë që dëgjojmë ezanin dhe i përcjellim e i përsërisim fjalët e myezinit, dhe tek shprehja e jani në namaz, e jani në shpëtim, themi: nuk ka ndryshime as forcë pa ndihmën e Allahut. Kërkojmë ndihmë nga Allahu i madhëruar që të praktikojmë këtë fe dhe sheriat. Me përcjelljen e ezanit, ti vetëm se vërteton dhe e pranon shpirtërisht se çdo gjë që thuhet nga ezani përputhet me atë që gjendet në gjoksin tënd nga bindja dhe e vërteta. Ngutja dhe nxitimi për në namaz është vërtetim praktik i të nxituarit në veprimin e urdhëresave të Allahut dhe mos neglizhencën e tyre.